بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Drejtoria e medreseson në këtë vit shkollor 2018-2019 ka organizuar gara të dijes, të cilat në këtë vit do të jenë pak më ndryshe se sa herave të kaluara. Por, para se të bëjmë disa sqarime për nxënësit dhe nxënëset që do të marrin pjesë në këto gara, është e udhës që ne t'ja dhajmë fjallën Kryemanit të Republikës së Kosovës, që t'i përshëndet të pranishmit në emrin e Kryesisë së Bashkisë Islame. Kam nderin dhe kënaqësinë veçantë që në emër të Drejtorisë Federale të Kryesisë së Bikut, që uroj së pari drejtorit dhe profesorëve për këtë garë të dijes që po organizoni, mese po e vazhdon një traditë të mbarë që është filluar dekada më parë, që nxënësit të shfaqin aspektin dhe diapazon e dijes që kanë përfituar në medrese, qoftë në gara kuranore, qoftë në gara të përgjithshme të dijes. Prandaj, për ju kisha pas një porosi ta mbani mend, sepse jeni të ri dhe dijen se jeta ka momente që shpejt kalojnë, por momente që neve në të ardhmen na rikthehen në të sobdat e kujtimeve që shpeshe do t'i kujtojmë nostalgji. Prandaj, kjo ditë e sotme dhe kjo garë e sotme është një prej tyre ngjarjeve që do të mbetet në kujtesën e juaj pas shumë viteve dhe besoni do ta kërkoni që të rikthehesht edhe një herë në këtë ditë e sotme, por jeta është vështirë të përballohet sepse ka momente, ka qaste që neve duhet të jemi gjithmonë falendërues që i madhi Allah na ka dhënë mundësinë që të jemi pjesë e këtyre eventeve. Allahu i lartëson vetëm ata që janë në dije dhe dituri, njerëzit që dinë ta respektojnë fjalën e parë, urdhëresën e parë të Zotit xhaleshanuhu, fjalën Iqra, apo edhe ajetin që lexova Nun wal qalami wama yasturun, sepse Allahu është betuar në lapsin dhe në atë që ka shkruar, pra ajo që mbetet për neve si dije. Në këtë garë të sotme të gjithë jemi fitues, sepse kemi ardhur këtu të shfaqim njohuritë tona, andaj do Zotin xhaleshanuhu që çdo hap të juaj ta bekoj me mirësitë e tij, duke lutur Zotin xhaleshanuhu që dija që keni marrë në këtë medrese t'ju shërbejë si dritë për të ardhmen, për të shkuar përpara në synimet e tuaja të jetës. Mua nuk më mbetet tjetër vetëm se t'ju dëshiroj sukses. Në këtë garë ka fitues dhe ka humbës, por në fund gjelet e fitues, sepse bëjmë për kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lëni që të gjithëve t'ju uroj mirëseardhje në shtëpinë tonë dhe të tuaj, në të sallë të madhe po të zbukuruar me prezencën e juaj që çdo ditë ka më shumë ja shtoni hieshim këtij ambienti me prezencën, angazhimin dhe sukseset e juaja. Neve na bëni krenar kur kemi nxënës të mirë,
po nxënës të mirë që vinë nga familjet e mira dhe që edukohen, arsimon dhe rriten nga mësimdhënës dhe mësimdhënëse cilësor dhe shumë të mirë. Andaj bashkaresht besojmë fuqishëm që mi duke kryer një prej emaneteve që Allahu Gjeleshanu na ka obliguar të gjithë neve që të edukojmë, të arsimojmë gjeneratat e reja. Ky është edhe misioni, është edhe synimi ynë. Mirë po të ndarë në 3 pozicione të ndryshme të vendit tonë, të rubrikës tonë, mirë po afërsia jonë shpirtërore, afërsia jonë mes lëndëve që zhvillojnë të njëjta dhe të cilët funksionojnë brenda një emërtimi unik e që është në Mesia Laudin, na bën të ndihemi një gjithmonë. Andaj sot, i nderuari kryeimam, këtu kemi nxënës nga të 3 paralele tona. Ka paralela A në Prishtinë, po kemi edhe jemi shumë të nderuar që kemi nxënës dhe nxënëse nga 2 paralele tona të ndara fizike në Prizren, dhe nga Gjirani dhe që është hera e parë që marrin pjesë edhe vajzat e respektuara që kemi filluar si vjetë në Gjilan për cilat i përshëndesim. Nëpërmjet shumë ajeteve kuranore, ku Allahu Gjeleshanu i ka zbrit Muhammedit alayhi salatu wassalam, njëri ndër to na sugjeron, na rekomandon fuqishëm që të bashkëpunojmë ndërmjet vete. Dhe Allahu fuqiplot ka thënë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ndihmoni ndërmes vete në punë të mira dhe të devotshme. Nuk ka punë më të mirë, më të devotshme, më të ndershme, më të privilegjuar se sa të merresh me arsimim, me edukim, me shkencë. Ashtu siç edhe kryemami i nderuar potencoj, imperativin e parë të zbritur tek ummetin Muhammedit alayhis salam është lexat. Andaj çdo ditë që ju ulën në banka është ibadet. Çdo fshaqje, çdo faqe që shpëtoni është ibadet. Mirë, po kjo e sotit është kulminacioni për faktin që sot do të mundohemi ta përgjigjelmi atë që është më meritori në klasë të 10, të 11 dhe të 12. Unë e di që kujdestarët e respektuar, mësimdhënësit kanë bërë një punë të jashtëzakonshme dhe kanë pasur vështirësi ta zgjedhin më të mirën që do ta prezantoj klasën, do ta përfaqësoj klasën për faktin që ka shumë të tjerë. Unë dua të them që kësaj radhe është hera e parë që organizojmë këtë garë. Mirë po, ne si drejtori e shkollës kemi konsideruar dhe vazhdojmë ta konsiderojmë që kjo garë do të jetë një instrument i vlerësimit të jashtëm të shkollës sonë. Për faktin që marrin pjesë rreth 10% të totalit të nxënësave tonë në këtë garë, që janë 71 nxënës, andaj na mendojmë që nëpërmjet këtyre garave do të zbërthejmë të tonë tek analizat më të sakta se ku kemi mundësi të jemi ende më të suksesshëm dhe të investojmë energjinë tonë në vite e kapacitetit tonë të ardhmë. Sidoqoftë, duke mos dashur të marr shumë kohë, unë do doja që fillimisht ta falenderoj Allahun Gjeleshanu që na ka bërë të mundur që kemi në shërbim të kësaj vate të arsimit. Do të falenderoj patjetër Bashkinë Islame të Republikës Kosovës, e cila në vazhdimsi është për kujdes dhe na mbështet në secilën iniciativë tonë. Do të falenderoj të gjithë mësimdhënësit pa dallim këtu në Prishtinë, prezant Gjilan për angazhimet e tyre në edukim dhe në arsimim dhe të japin një kontribut të jashtëzakonshëm në organizimin e këtyre garave. Për një të veçantë do të falenderoj komisionin i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme për herën e parë në këtë përpillim dhe në këtë format të garave.
selamun